Marrë shpesh pyetje të tipit si mund ta kuptojmë që jemi në rrugën e duhur dhe si mund ta kuptojmë që jam në përputhje me atë që duhet të bëj një jetë ose në rrugën e duhur. Është një pyetje shumë e vëndë në fakt dhe vërtet që ndonjëherë ne thjesht dyzohemi shumë sepse në momentin që ne kemi vullnetin e lirë për të zgjedhur në jetën tonë, këtu bëhet gjëja e komplikuar. Do të ishte shumë herë më thjesht që thjesht ta kishim të qartë që po kjo është, apo që thjesht dikush të na thoshte që duhet bëni këtë, sepse kam kaluar unë dhe kjo është rruga e duhur. Por në momentin që ne kemi shumë opsione, aty më pas fillon dhe dyzimi që okej, zgjodha këtë, po sikur kjo gjëja tjetër të jetë më e mirë, po sikur të ketë diçka më shumë aty, po sikur unë të mos jem në rrugën e duhur. Dhe mënyra më e mirë për ta kuptuar këtë janë ndjesitë tuaja. Dhe thjesht rrethanat e realitetit tuaj. Në momentin që ju keni një lloj vendimarrje për të bërë dhe e kryeni këtë vendimarrje, në radhë të parë njëherë duhet të zgjidhni atë që vërtet rezonon dhe që ju ndiheni mirë që ta zgjidhni. Por e them se ju zgjodhët ndoshta pa e vënë re këtë gjë. Tani më ju mund të shikoni nëse është gjë e duhur apo jo nëpërmjet ndjesive tuaja. Nëse ju ndjeni ndjesi balance, paqe, harmonie me këtë zgjedhje që ju bët, do të thotë që kjo është gjë e duhur që keni bërë. Dhe nëse rrethana duket sikur ndërlidhen në mënyrë magjike dhe ju takoni personin e duhur në kohën e duhur dhe papritur gjithçka po lëviz dhe gjithçka duket sikur po ndodh, pra nuk është në vendnumëron, nuk është e ngecur, nuk ka 1001 probleme dhe nuk ka oportunitete për shembull që ju duket sikur s'po ecën në favorin tuaj, do të thotë që kjo është gjë e duhur. Por në momentin që fillojnë këto probleme dhe këto, për shembull, vonesa, gjëra që nuk kryhen, probleme njëra pas tjetrës, apo ju e ndjeni që nuk keni në balancë, ndjeni ankth, ndjeni mërzi, ndjeni zymtësi, ndjeni dyshim, të gjitha këto janë shenja që ndoshta kjo nuk është gjë e duhur, ose më e mira për ju në këto momente. Dhe nuk është se ka asnjë problem, nuk ka zgjedhje më të mirë se sa tjetra. Dhe secili prej nesh duhet patur parasysh që kemi rrugtime të ndryshme nga njëri tjetri, kemi misione nga më të ndryshmet dhe nuk është se ka gjykim të kjo pjesë. Është thjesht çështja që nëpërmjet ndjesive tona ne mund ta kuptojmë cila mund të jetë zgjedhja më e mirë dhe mund ta bëjmë në çdo moment. Janë vetëm limitimet tona dhe gjykimet që vendosim vetes apo frika apo ndoshta edhe frika nga gjykimi i të tjerëve dhe se çfarë do të na thonë, ato që na ndalojnë. Por ne mund ta ndryshojmë jetën tonë në çdo moment dhe ne mund të zgjedhim ndryshe në çdo moment. Mjafton që ne të jemi të çliruar nga pritshmëritë, qoftë të vetes tonë, qoftë të tjerëve, të çliruar nga frika e gjykimit dhe fundja është jeta juaj. Ju po jetoni, shijojeni. Dhe nëse dëshironi që të jetë më e mira e mundshme, e keni ju në dorë. Mos lejoni askën tjetër që t'ju mbaj pas, t'ju mbaj në disbalancë, të thuash që jeta juaj të mos jetë që në fund domethënë ta shikoni dhe të jeni krenar për jetën tuaj, dhe jo që të ndjeni pse nuk e bëra këtë, pse duhet kisha bërë këtë. Pra në çdo moment ju mund ta ndryshoni jetën tuaj. Dhe nuk ka zgjedhje të gabuar apo jo, mund ta shihni si një lojë, nëse ju e bët të zgjedhje tani, nuk ju bën të ndjeni mirë, zgjidhni diçka tjetër. Nëse as kjo nuk ju bën të ndjeni mirë, zgjidhni këtë tjetrën. Dhe nëse kjo ju bën të ndjeni mirë, qëndroni këtu. Nuk ka asgjë të komplikuar. Ne i komplikojmë dhe tentojmë t'i bëjmë gjërat më të mëdha dhe më të komplikuar se sa janë, dhe ajo që po shoh tani është një lup. Duket sikur ne marrim një lup dhe kjo gjëja mund të jetë kaq, por ne e zmadhojmë vetë, si të thuash që të jetë shumë herë më e madhe dhe ne të trembemi prej saj. Ndërkohë që po ta heqim këtë lupën, do të shohim që çdo gjë është mos e normale dhe çdo gjë është njësoj e barazvlefshme, varet se çfarë duam ne dhe se çfarë vërtet rezonon me ne. Kjo ishte përgjigjja për këtë pyetje që ju keni. Do të dija mendimin dhe opinionin tuaj dhe sigurisht jam e hapur ndaj pyetjeve të tjera, ndaj opinioneve se çfarë dëshironi apo mendimeve, dëshirave çfarë dëshironi të flasim. Dhe sigurisht jam këtu për të ndihmuar për çdo lloj gjëje që të keni, qoftë energjetikisht, qoftë në një sens udhëzimi, si mikesha juaj në rrugtimin tuaj. Shumë faleminderit, shihemi në video tjetër, mirupafshim.